Patatet ju sugjeroj t'i provoni në këtë mënyrë. Si fillim, pesin e 6 patate do t'i marrim dhe do t'i presim. Pasi kemi përfunduar me prerjen e të gjitha patateve, do t'i kalojmë në një tenxhere, ku më pas do t'i ziejmë. Do t'i hedhim ujë të nxehtë derisa të mpulohen patatet, pak krip dhe do t'i vendosim të zihen për 10 minuta. Ndërkohë që patatet zihen, do t'i presim imët 2 deri në 3 thelpi hudhër. Do t'i kalojmë njan dhe më pas do t'i kryjmë majdanos të freskët. Do të grihet sa më imët të jetë mundur. Në një enë tjetër do të hedhim majdanosin bashkë me hudhrat. Rreth 60 ml vaj. Pak krip. Do të hedhim piper të zi, piper të kuq dhe rigon. Unë kam përdorur këtë erza, ju mund përdorni edhe erza tjera sipas dëshirës. Të vazhdojmë ta përziejmë mirë. Pasi patatet janë zier, i kam lënë të ftohen pak dhe i kam kaluar në një enë dhe sipër do t'i hedhem masën që përgatitëm. Do vazhdojmë ta përziejmë mirë. Dhe të gjitha patatet do t'i kalojmë në një tavë në të cilën poshtë do të shtrojmë më parë letër pjekje. Do t'i përhapim mirë nëpër të gjithë tavën. Sipër do t'i hedhim djath parmigiano. Dhe do t'i vendosim përsëri në furrë derisa djathi të shkrihet plotësisht. Tashmë patatet siç e shikoni janë pjekur. Me këtë recetë dalin shumë të buta dhe të shijshme gjithashtu. Nëse e provoni, ju bëf mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.